përndar në Egon, pse koha i dha të drejtë Albin Kurtit? Dhe pse Albin Kurti kishte ato ide? Ishte opozit për të thënë që të votojmë çdo gjë që vinte nga Thaçi, apo kishte një lloj intuite për të kuptuar këtë përfundim që kemi sot? Patjetër që lufta politike bën të vetën, po përtej luftës politike, pra opozita kundër mazhorancës, përtej luftës politike, të paktën në disa qëndrime, në qëndrimet e veta kryesore, Albin Kurti është përpjekur që të jetë konsekuent. Pra nuk është çështje, mendoj, intuite, as çështje falli, pra ka aftësi mbi natyrore për të parashikuar se çfarë do ndodhi. Mendoj që e ka shpërblyer konsekuenca në qëndrimet e veta politike. Sa i takon, po themi, procesit të shtetformimit Kosovës, sepse Albin Kurti hyn në lojë në procesin e shtetndërtimit ose ndërtimit të institucioneve, po them, të Kosovës. Aty fillon dhe faktorizohet edhe verbi i tij politik. Në kohën e Rambujës ishte, po themi, Adem Demaçi ai që ishte zëri që ndoshta do të përfaqësonte edhe Albin Kurtin në atë situatë konkrete atje. Po kur vjen fjala tek për shembull, po të ishte Albin Kurti kryeminist, do ta kishte pranuar gjykatën? Gjykatën speciale? Po, për atë po flasim. Në presionin ndërkombëtar, apo do kishte refuzuar siç bën për asociacionin? Besoj që të gjithë janë të bindur që do kishte refuzuar. Nuk do ta kishte votuar. Se kjo është shumë e rëndësishme për të thënë. Pra, Albin Kurti vazhdon të kundërshtojë faktorin ndërkombëtar se beson te shteti i Kosovës. Këtë po thoni? Po, domethënë, ajo çështja e asaj kleçkës që ne diskutuam në atë mbledhjen e Rambujës, pra autonomi e kualifikuar apo pavarësi, lidhet pastaj, pra, si thua, precipiton tek procesi i shtetndërtimit me sa të fuqishme i ke ti institucionet e shtetit tënd. Pra, një dallim që ai është dallim shumë i madh, po në letër mund të duket dallim i vogël, ose për marrëveshje aty, pra bëj këtë se do bombardojmë Serbinë, menjëherë shpëton. Pra një gjë aq e vogël aty, pastaj kur vin procesi i ndërtimit të institucioneve të shtetit tënd, divergjenca bëhet, po them, shumë e madhe. Në sensin që ajo autonomia aq e vogël në letër, në procesin e shtetndërtimit ngre shumë pengesa në po themi fuqinë e institucioneve për të ushtruar atë jurisdiksionin e tyre në Republikën e Kosovës. Të fut ty përmes dyerve të pasme asociacionin, të fut të drejta të jashtëzakonshme të minoriteteve, të fut, po themi, faktin që për shumë nga institucionet që ti do të ngresh si shtet, je i detyruar të nënshkruash marrëveshje ndërkombëtare që në fakt në përpjekjen për të ngritur këto institucione edhe minojnë legitimitetin edhe fuqinë e këtyre institucioneve. Prandaj e bëra gjithë këtë shpjegim për të thënë që ky është parimisht qëndrimi konsekuent i Albin Kurtit, i cili e ka shpërblyer. A mund të bëjmë një ndërhyrje shkurt?